atë që është natyra e protestës, pra kthehen në të dhunshëm, me ata të dhunshëm që kanë bllokuar rrugën e parlamentit, unë i kam cilësuar siç më the. E kam thënë shumë qartë, por në rast se merret. Atëherë protestuesit e 21 janarit i bie të jenë ashtu siç thatë ju, nëse do ikim me këtë logjikë. Nëse ju mendoni që ngjarjet janë se ngjarjet kanë kontekstin e tyre, edhe në kohë të ndryshme ne jemi njerëz të ndryshëm, shoqëritë evolojnë. Po edhe në ngjarje ju duhet i krahasoni ngjarjet. Ne I krahasojmë ngjarjet, po krahasojmë gjestet. Ju krahasuat gjestin, ata që godisnin edhe ata që godisnin. Po ne vim aty pas ngjarje shumë të rënda, tragjike, ne vim aty pas ngjarjes dhe situatash flagrante. Dhe normal që ka pasur. E vërtet është, ishte për zëvendës kryeministrin apo jo që pastaj u votua si presidenti i Republikës nga majoranca. Megjithatë, këtu nuk është në analizë ngjarjet e asaj periudhe dhe nëse duhet ta krahasojmë një lëvizje me një tjetër, ne hym dhe kësaj. Po unë jam duke të thënë që dhe unë ndoshta domethënë kjo është një gjë, një analizë që ka të bëjë pastaj me sjelljen e një pjese që ka goditur ku diun rrethimin e kryeministisë. Ka ndryshuar tërësisht konteksti ku ne jetojmë. E para njëherë ju e shihni që ne sot kur i shihni si opozitë është ndryshe, kur i shihni si mazhorancë është ndryshe. Kur jeni në opozitë ata janë protestues të nderuar dhe kur ishin në mazhorancë ata janë dhunues. Gjestet janë gjeste zoti Gonxha. Kohët ndryshojnë, po gjestet janë aty. Po sot kryeministri. Një njeri që ngret dorë ndaj policisë të shtetit është po ai, dhe një tjetër që ngret dorë nga policia e shtetit është po ai. Okej, në një farë mënyre po ju vi pas në këtë pjesë dhe po ju them që koha që jetojmë, nuk ju duket se ka një vlerë dhe ka një kuptim për ndryshimin e saj, po fakti që kryeministria sot punon dhe jeton përveç ndonjëherë që mbyllen kanatet për shkak të mbrojtjes së xhamave, po themi apo të vetratave. Ju bën përshtypje që nuk ka më asnjë mur rrethus. Ju bën përshtypje që nuk është më e rrethuar nga një kordoni gardës gjatë gjithë ditës dhe nuk ka fare porta hekurje e tjere nga këto të tjera që në një farë mënyre për atë epokë që jetonim. Prandaj u sollën qytetarët në 2013 në pushtet zoti Gonxha. Edhe për këtë arsye u sollën në pushtet, që mos përsëriten ato skena. Ne jemi në kushte krejt të tjera. Ne jemi në kushte ku atyre nuk u preket një qime floku, përveç ditës së parë që ka qenë pjesa e ndeshjes me Izraelin dhe ka pasur një situatë të paralajmëruar për të mbrojtur tifozërinë që nga ndonjë keq kuptim, nga ndonjë provokim, nuk ka pasur asnjë qime floku që mund të preke kur protesta është civile dhe qytetare. Në rast se vjen ju i ndiqni në rrjetet sociale, besoj se keni parë skenat. Po në rast se vjen dhe sulmon parlamentin, po nuk diskutohet fare, biles e kritikoi policinë për sjelljen e ditës së para, për shkak të rrezikut që kanë ndërmarrë trupat e policisë të paveshur dhe për shkak të detyrimit që ato kanë që të bëjnë institucionet në mënyrë të padiskutueshme nga çdo lloj presioni, nga çdo lloj akti dhune dhe nuk diskutohet fare. Shkon dhe guxon në botën perëndimore sot, ti afrohesh, ta fyesh, ta prekësh, ta shtysh policin, ti prekësh gardin policisë dhe ti pret çfarë dhe merr vajzat dhe të moshuarit dhe merr dhe një nën hallexhesh me fëmijën me aftësitë kufizuara dhe nuk ke kapacitetin dhe nuk ke pjekurinë dhe nuk ke ndërgjegjen ti thuash shokëve tu atje që jo, nëna me fëmijën jo, sepse ata janë të pambrojtur, janë shumë të brish për tyrë në këtë. Jo, kështë dalë se kështë ardhur shpirti më të hundës. Në rast se dalë se kështë ardhur shpirti më të hundës. Ç'të bëj ajo? Jo, shpirti më të hundës njerëzit mund të vi nga shumë problematika që mund të kenë në jetë, jeta mund të ketë shkuar mbrapsht për shumë njerëz. Të lidhura me qeverinë. Jo, ajo nën dhe fëmia e saj janë dukshëm në sytë të gjithëve aty, sepse njiheshin dhe kishin dalë dhe përpara në disa prej filmimeve dhe rileve të këtyre djemve, janë dukshëm të njohur nga ta. Dhe ata, njëri i përgjegjshëm thot, sot ne kemi për të përplasur. Ne, të lutem, nuk është për ty sot, sepse ti je krejtësisht e pambrojtur këtu. Ti je jo vetëm e brisht, jo vetëm ti rrezikon që të kalosh në një situatë që mund të jetë edhe me rrezik deri jetë për fëmijën e saj. Po pse nuk shkoi një deputet aty, i mazhorancët i thoshte më zonj, pse ke dalë në protestë? Çfarë halli ke ti? A mundet të jenë vetë, po siç ke. Po ta kontaktonte institucionin, thoshte çfarë halli ke më zonj? Kalonte kordonin policor, pastaj gardin, pastaj rreshtin e parë me goca të reja, pastaj atë me të moshuar që ishin një përfaqësues dhe i thotë çfarë halli ke më zonj? Pse ke dalë këtu? Shikoj se sa dinake, domethënë se sa e pa justifikueshme. Të vësh përpara vajza dhe pastaj mundësisht dhe familjar, dhe mundësisht dhe me në një fëmijë, dhe pastaj dhe të moshuar, dhe pastaj çunat që janë ata që do gjuajnë, në fillim me vezë, pastaj filloi dhe mori edhe me sende, edhe me gjëra tjera, janë mbrapa, kjo nuk është korrekte. Pra kjo nuk është një protestë që
që për mua quhet një protestë që hyn as në librin e protestave qytetare, as në të drejta legjitime të qytetarëve të akteve që ata mund kryen në proteste. Tani si të qaset një protestues, zoti Gonxha, se protestuesit në pasdites se konsideroni të lidhur me